Në një buqit një më të përshëndrueshme ko kriza ekonomike dhe tensionet geopolitike, tronditin vazhdimisht tregjit ndërkombëtare, ari por i konfirmon në rolin e tij si një nga asetet më të sigurta dhe më të besueshme për ruajtjen e pasurisë. Për shumë shtete ai nuk është thjesht një mall i çmuar apo simbol i pasurisë, por një komponent thelbësor i strategjisë ekonomike dhe financiare. Në krye të vendeve që zotrojnë rezerva më të mëdha të arit, qëndrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me më shumë se 8.000 tonë ar të depozituar kryesisht në Fort Knox, por edhe në vende të tjera si Banka Qendrore në New York, shëbat ruajnë pozicionin e tyre si vendi me rezervat më të mëdha të arit në botë. Kjo sasi e konsiderueshme shërben si një shtyllë e fuqishme për besueshmërinë e dollarit dhe stabilitetin ekonomik të vendit. Pas shëbave vinë Gjermania, Italia, Franca, Rusia, secila mbi 2.000 tonë arë në rezervat e tyre. Këto vende kanë shtuar rëndësinë strategjike së diversifikimit të rezervave të tyre valetore, duke e parë arin si një mbrojtje ndaj inflacionit dhe si garanci për të përballuar luhatjet ekstreme të tregjeve financiare. Në veçanti, Gjermania ka ripatriuar një pjesë të madhe të arit nga vendet të huaja drejt territorit të saj, duke rritur kontrollin dhe sigurinë ndaj këtij aktivi të çmuar. Ndërkohë, një nga zhvillimet më të rëndësishme në vitet e fundit ka qenë rritja e shpejtë e rezervave të arit nga ana e Kinës. Si fushia e dytë ekonomike në botë, Kina po ndjek një strategji të qartë për të ulur vërsi nga dollari amerikan dhe për të ndërtuar një sistem financiar më të pavarur, duke shtuar vazhdimisht rezervat e saj të arit. Kina po përgatitet për një epokë të re në ekonominë globale, ku balancat e fuqisë mund të ndryshojnë ndjeshëm. Ekspertët mbien dakord se ari nuk ka humbur rëndësinë e tij historike. Përkundrazi, në kohë të pasigurta ai shihet si një mburoj kundër krizave financiare dhe politike. Ari nuk mund të devalvohet si monedhë dhe nuk është i varur nga politika monetare të ndërlikuara, e mbetet një aset i prekshëm, i qëndrueshëm dhe universal i cili njihet dhe vlerësohet në çdo cep të botës. Në këtë kuadër, strategjitë shtetërore për grumbullimin e arit nuk janë thjesht lëvizje ekonomike, por pjesë e një vizioni më të qartë për të garantuar sigurinë kombëtare, fuqinë negociuese dhe stabilitetin afatgjat. Në një botë ku gjithçka ndryshon me shpejtësi, nga teknologjia te politika, ari vazhdon të mbetet karta e sigurt për ata që mendojnë për te të tashmes.